apo përzihet partia dhe shteti në aktivitetet e zëvendësministrit të punëve të jashtme Zoran Dimitrovski. Nga partia e tij Lidhja Demokratike, më 1 maj përmes një emaili njoftuan se Dimitrovski si funksionar ka qenë në vizitë në Azerbejxhan, ku mbajtën konsultimet e para politike mes dy ministrive të jashtme. Vetëm një ditë më vonë, MPJ publikoi njoftimin në faqen e saj zyrtare, përmbajtja e të cilit është identike me atë të partisë. Pyetjes pse opinioni informohet fillimisht nga partia për aktivitetet shtetërore të Dimitrovskit e më pas nga ministria, nga MPJ përgjigjen se transparenca është ndër prioritetet e tyre kryesore dhe se bëjnë vlerësime për çdo rast. Ministria në mënyrë të vazhdueshme dhe të rregullt informon për aktivitetet e ministrit, zëvendësministrit dhe sekretarit të shtetit përmes formave dhe kanaleve të ndryshme të komunikimit, bazuar në vlerësim dhe analizë paraprake. Kjo nuk është hera e parë që për aktivitetet e zëvendësministrit opinioni informohet nga partia e Pavle Trajanovit, Lidhja Demokratike. Partia kishte njoftuar më parë se Dimitrovski kishte marrë pjesë në samitin e iniciativës Tridetet në Varshavë, si dhe një forum në Sofje për kushtuar integrimeve europiane. Nga ana tjetër, kodi etik për funksionarët qartë përcakton se interesat shtetërore duhet të ndahen nga ato partijake. Profilet zyrtare të mediave sociale, të institucioneve dhe të bartësve të funksioneve ekzekutive janë burimi primar për komunikimin e politikave, programeve, njoftimeve dhe iniciativave qeveritare. Për respektimin e kodit etik është përgjegjës ministri i drejtësisë Igor Filkov, nëse Filkov konstaton shkelja i mund ose të qortoj funksionarin ose të kërkojë edhe përgjegjësi politike. Deri tani nuk ka përgjigje nëse në rastin e Dimitrovskit është konstatuar ndonjë shkelje. Nuk ka as përgjigje nga Lidhja Demokratike pse kanë vendosur të veprojnë në këtë mënyrë.